Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirë mama shikues të nderuar të televizionit Arbëria, mirë se erdhët në emisionin e radhës. Tani më jemi në fushatën zgjedhore ku subjektet politike po garojnë për vend të parë, për kuvendin e ri i cili kuvendi paraprak dështoj për arsye të ndryshme, pozita akuzon opozitën, opozita akuzon pozitën dhe qytetari e ka parë më së miri këtë gjë. Në studio kemi të ftuar deputetin dhe ish luftëtarin e Ushtrisë Ligjore të Kosovës, zotëri Fadil Demonko. Përshëndetje zoti Demonko, faleminderit që gjetët kohë jeni pjesë e televizionit Arbëria. Përshëndetje, faleminderit juve. Por fillojmë bisedën me një lajm të sëdëm. Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, bëri vizitën e dytë presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, i cili gjindej ende në paraburgim. Si e keni parë këtë vizitë të zotit Rama, presidentit Thaçi? Vizita e kryeministrit të Shqipërisë për herë të dytë të presidentit Thaçi, i cili përmbahet bashkë me bashkëluftëtarët e tij në gjykatën e Hagës padrejtisht, nuk është një vizitë miqësore për të takuar disa miq të ngushtë. Ajo është përgjegjësi shtetërore e shtetit shqiptar që kryeministri i Shqipërisë e din se kjo gjykatë nuk ka të bëjë me dënime individuale të njërit apo tjetrit, po qëllimi i saj, ideja për formimin e saj, akuzat që janë ngritur nga kjo gjykatë kanë për masa shumë më të mëdha se sa disa dënime individuale. Është në pyetje gjithë rrugëtimi ynë për lirinë tonë, për shtetin e Kosovës, e që është shumë e qartë se ne kemi pasur shumë kundërshtar dhe armiq direkt të cilët e kanë luftuar këtë jo në dekadët e fundit, po më shekuj. Prandaj, vizitat e tij janë sinjal i qartë që i gjithë opinioni, jo vetëm shqiptar, po edhe ndërkombëtar të alarmohet për zhvillimet e padrejta që kanë ndodhur atje. Dhe kjo vizitë është inkurajim për të gjithë ata që kanë përgjegjësi që duhet ta kryejnë punën e vet. Në këtë rast, ata që kanë patur ngecën më të madhe, ata të cilët nuk i kanë kryer detyrat e tyre, ata të cilët nuk e kanë ndjerë përgjegjësinë shtetërore përpara atyre zhvillimeve të mëdha atje, janë pikërisht udhëhecit e Kosovës që tashmë janë në detyrë. Zoti Demonko, kanë kaluar 5 vite që bashkëluftëtarët tuaj dhe ish-krerët e Ushtrisë Ligjore të Kosovës gjenden prapa grilave në paraburgim. A mund na përshkruani këto 5 vite? Sa keni ndihmë mungesën e tyre si Fadil Demonko, si ish-luftëtar i Lirisë, po ashtu edhe si Fadil Demonko, pjesë e Partisë Demokratike të Kosovës, që pjesa dërmuese e tyre i takojnë kësaj partie. Ne jemi miq të ngushtë të tyre, dhe unë personalisht, edhe familja ime. Nëse kthehemi në rrafshin individual, mungesa më e madhe është e familjarëve të tyre. Domethënë, të familjes së ngushtë të tyre, pastaj të gjithë miqve që i kanë e që janë të shumtë në vendin tonë dhe jashtë. Por ajo që është më e rëndësishme, po shihet qartë në këto 5 vite se ata i kanë munguar Kosovës, i kanë munguar proceses, i kanë munguar të ardhmës së vendit, i kanë munguar momenteve që kanë ditur të shfaqin raportet miqësore dhe të çojnë Kosovën në një pjedestal tjetër të avancimit të raporteve të saj me miqt, e ne jemi dëshmitar që mungesa e tyre ka bërë që Kosova të ketë një stagnim të jashtëzakonshëm në këtë drejtim, pikërisht në fushat që ata krejt rrugtimin të tyre institucional ja kanë kushtuar që ne sa më shumë të forcojmë miqësinë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Bashkimin Evropian, sepse qëllimi ynë final është që ne të bëhemi pjesë e botës demokratike. Pra mbi të gjitha, ata i kanë munguar vendit. E ka munguar Kosovës leadershipi i presidentit Thaçi, i cili njihet një nga liderët e cili më karizmatik edhe një nga liderët që ka pasur guxim të merr vendime, ka pasur guxim
të veprën, të operën drejt të armës së Kosovës, duke i parë edhe sfidat, edhe të armën paralel. Patjetër që vret në çdo segment, që i ka munguar shumë, për arsye se ne gjatë 5 viteve të kaluara, ne jemi përballur me një bllokim total si vend. Ne kemi pasur një shkëputje nga zhvillimet e botës demokratike. Kosova dhe institucionet e saj kanë qenë vetëm pjesëmarrës formal në disa organizime, por absolutisht nuk kanë arritur që të krijojnë një partneritet të qëndrueshëm me botën demokratike perëndimore. Ne kemi qenë dëshmitar që kryeministri në detyrë i Kosovës nuk ka arritur gjatë 5 viteve të tij në qeverisje që të shfaqet diku në nivele botërore, që shumë mirë ju kujtohet të gjithëve prezenca e thaqet në ato forume ndërkombëtare ku kanë qenë pjesëmarrës liderët më të mëdhenj botëror dhe ka qenë jo vetëm si pjesëmarrës, por ka qenë edhe i nderuar në ato organizime fal leadershipit të jashtëzakonshëm që ka treguar gjatë udhëheqjes së tij. Ndërsa në 5 vitet e fundit ne kemi pasur një paraqitje shumë të zbetë në këtë drejtim për kryeministrin në detyrë Albin Kurtin, se paligjshëm e mban atë detyrë. Ato takime kanë qenë pothuajse fare ose minore për të s'kanë ekzistuar, ndërsa presidenti Osmani, duke patur rolin më pak përfaqësues në kuptimin e përgjegjësisë dhe të vendimmarrjes, ka qenë në disa organizime, po pa mundur të shfaqet Kosova në kuptimin e paraqitjes atje. Po Partisë Demokratike të Kosovës, sa i ju kanë munguar liderët, kryetari Veseli dhe presidenti Thaçi? Në fakt, Partia Demokratike ka arritur, pavarësisht goditjes që ka marrë me leadershipin e saj, kur të dytë janë larguar nga Kosova, ka arritur të mbjetoj dhe të qëndroj fuqishëm në skenën politike, fal lidhjes edhe të elektoratit me 2 liderët historik të saj. Elektorati i Partisë Demokratike të Kosovës ka qëndruar besnik partisë edhe fal asaj lidhjes emocionale që e kanë me liderët historik dhe kanë shfaqur gjatë gjithë këtyre viteve një besnikëri të madhe, një lloj solidarizimi me ta. Kështu e kam kuptuar unë dhe të them të drejtën në njërin prej vizitave që kam qenë, se kam vizituar 2 herë presidentin Thaçi dhe kryetarin Veseli, dhe në njërin prej takimeve e kam shpreh pikërisht këtë që po them tek ju, që elektorati i Partisë Demokratike, një elektorat i cili qëndron fuqishëm me rrugtimin kombëtar të Kosovës, që është një lloj përfaqësimi i gjithë atyre vlerave, ka qëndruar besnik dhe solidar edhe me udhëheqësit e saj, të 2 liderët tanë. Shpeshherë ndodh, edhe është në sozat normales në demokraci të rregullta, që ka paknatësi ndaj zhvillimeve brenda partijake dhe në vend, por që në Partinë Demokratike të Kosovës ka ndodhur të ketë zëra të ndryshëm, po ajo që i ka bashkuar kanë qenë pikërisht këto 2 figura. Nuk kemi ndëgjuar asnjë antar thjesht, asnjë antar kryesie të degës, nën degës, qendrës, kryesisë qendrore, që ka rezervë ndaj liderëve të subjektit politik. Këta lider janë figurat më unifikuese të vendit, që shpeshherë ndodh që kryetari i partisë edhe kur është aty, ka rezerva, ka kritika, ka sugjerime të ndryshme, ndërsa kësaj here janë të identifikuar pothuajse 100% elektorati i Partisë Demokratike karshi udhëheqësve të tyre që gjenden ende në paburgim. Ju elaboruat saktë dhe mendoj që kjo është në një linjë nga shpjegimi të cilin e dhash më herët, dhe në fakt gjithë ky organizim, ky bashkim, ky qëndrim brenda linjave të Partisë Demokratike, edhe pse prezenca fizike e tyre nuk është në Kosovë, ka pasur një ndikim dhe një impakt të jashtëzakonshëm që të ketë një unifikim
brenda Partisë Demokratike gjatë gjithë këtij procesi, edhe pse ka qenë proces shumë i vështirë për shkak të zhvillimeve jo të mira për vendin, për shkak të pozicionit të vështirë të Partisë Demokratike në raport me politikat e gabuara të Albin Kurtit dhe të vetëvendosjes, por në këtë drejtim ka pasur një linjë tepër të qëndrueshme brenda Partisë Demokratike. Zëtë Demoke, so keni shpresë, ju, bashkëpunëtorët e juaj dhe qytetarët e Kosovës, që viti 2026 do të jetë vit i lirimit të krerëve të UÇK-s. Duke patur parasysh se si ka nisur ai proces, domethënë krejtësisht i politizuar dhe i fryr me një propagandë të jashtëzakonshme nga Serbia dhe nga njerëzit e saj, pastaj me një sponsorizim të fuqishëm nga Rusia dhe doli që pretendimet të shfaqura në Parlamentin Evropian, në Këshillin e Evropës nga Dick Marty ishin krejtësisht të falsifikuara, të fabrikuara dhe në fakt as aktakuza nuk mundi të ngritet nuk mundi të zhvillohej mbi ato pretendime. Pastaj procesi ka shkuar në një drejtim krejt tjetër, duke u zhvilluar me gjëra minore dhe të parëndësishme, kujtoj unë, duke patur nivelin e lartë të prezantimit aty. Unë i besoj fuqishëm që fundi i këtij procesi do të jetë lirimi i liderëve tanë, sepse kjo do të ishte në funksion të plotë të drejtësisë. Nuk ka asnjë fakt, asnjë argument për të ndodhur e kundërt e kësaj që po them. Dhe unë besoj, edhe besojnë të gjithë njerëzit e arsyeshëm që fundi i këtij procesi do të jetë lirimi i udhëheqësve tanë. Lufta jonë ka qenë luftë e drejtë, e din e gjithë bota demokratike. Gjithçka e cila ka qenë jashtë normave, jashtë rregullave, i takon Serbisë që e ka bërë ndaj popullit shqiptar në Kosovë. Ushtria Shqiptare e Kosovës ka qenë një organizim vullnetar i njerëzve të cilët nuk kanë pasur më ku të shkojnë. Nga dhuna, nga represioni që ju ka shkaktuar popullit shqiptar. Ushtria Shqiptare është organizim i dal nga populli i saj dhe misioni i saj ka qenë mbrojtja e popullit nga makineria vrasare serbe. Zëtë Demoke, mos të harrojmë se na iki si pyetje, kryeministri i Shqipërisë ishte 2 herë në vizitë te presidenti Thaçi, ndërsa kryeministri i Kosovës dhe presidenti i Kosovës nuk ishin as një herë për 5 vite, kanë kaluar 5 vite që të bëjnë vizitë ish udhëheqësve të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Kjo është për të ardhur keq, se deri në çfarë niveli këta me politikat e tyre të gabuara kanë bërë një ndarje, një polarizim të shoqërisë në ne dhe ata. Këta kanë arritur që të krijojnë një lloj tregimi të vetin që ne duhet jemi kjo pjesa që nuk lidhemi me këta. Kjo është aq e dëmshme për vendin, për një demokraci të shëndosh, për proceset e cilat e presin Kosovën. Nuk ka logjik të shëndosh që mund t'i arsyetoj Albin Kurtin edhe Vjosa Osmanin në këtë proces. Të shkoj kryeministri i Shqipërisë 2 herë t'i vizitoj liderët tanë. Atje ishin figura eminente të botës demokratike. Në vizitën të këta ishin presidentët e Shqipërisë, ndërsa nuk shkon presidenti i Kosovës, presidenti në këtë rast dhe kryeministri. Unë nuk mund ta kuptoj asnjë lloj arsyetimi që mund ta dhonë këta përpara publikut. Ajo ka qenë çesharake, arsyetimi i letrave, të cilën vetëm disa që janë tepër naiv njerëz mund të bien pre e atij lloj arsyetimi që e ka dhënë një herë publikisht. Unë mendoj që veprimi i tyre ka tregon qartë që këta në një lloj deri në një mos, guxoj ta them publikisht, që kjo sikur e bën që këta ju kanë gëzuar asaj.
sikur këta duan që ata t'jenë sa më larg këtij vendi. Sikur ata janë pengesa për të keq qeverisur, për t'i lënë këta qeverisin, e qeverisja e tyre dihet çfarë ka qenë. Nuk mund të ketë një arsyetim tjetër këto. Sepse të mos marrësh mundin dhe përgjegjësinë institucionale si shtet për të mbrojtur udhëhecit e këtij shteti, ata të cilët ishin udhëhecit e luftës çlirimtare, ata të cilët dhanë kontributin më të madh që të fitohet liria, ta sjellim shtetin deri në këtë nivel dhe t'ju jap mundësinë këtyre që të krijojnë parti e të zgjidhen edhe të udhëheqen dhe të tregojnë një indiferencë të tillë që nuk do koment tjetër përveç asaj. Këta me veprimet e tyre kanë treguar se i gëzohen qëndrimit të Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit edhe të Recep Selimit atje. Fatkeqësisht veprimet e tyre vinë në këtë përfundim. Zoti Demoku, nga 9 shkurti deri me tani ka pasur përplasje, thashë edhe në fillim të emisionit, përplasje mes pozitës dhe ish opozitës, se kush është përgjegjës për këtë ngrish politik, saqë shpesh këto përplasje dhe retorika të palëve kanë shkuar deri në ekstrem. Është debatuar shumë një foto dhe ka pasur komente të shumta që Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës të parafta me listën serbe. Çdo herë që si kanë marrë votat kështu. Jeni një familje që pothuajse është historia e Kosovës. Në familjen e juaj keni ushtar, komandant, dëshmor të përgosur. Gjithë ato që i ka përjetuar Kosova i ka përjetuar vetë si familja Demoku. Në thoni sinqerisht, si jeni ndi gjatë këtyre deklaratave që nuk kanë qenë të pakta në formë komente, postime, në rrjetet sociale, lidhen me mundimin para opinionit që të parafrohen me listën serbe. Dgjë, ty të vjen keq, normalisht që ndihesh shumë keq për njerëzit, deri në që mos e lejojnë veten e tyre të manipuluan nga politika ditore. Ata janë ekstremisht të manipuluar. Ata nuk janë të vetëdijshëm as çka flasin. Ata nuk janë të vetëdijshëm as kujt i drejtohen. E kam vërtetuar këtë në shumë raste gjatë paraqitjeve të mia dhe që jam munduar të jap kritika të arsyeshme, të cilat mendoj që janë të shëndosha dhe na shërbejnë si vend, si institucione, dhe ti kur vërshohesh nga asnjë lloj komentesh, nuk lodhem unë personalisht për atë, as nuk shqetësohem fare, sepse kam kaluar sfidat të cilat këto janë qesharoke. Kur i dëgjon, ty të vjen keq se si edhe pas gjithë kësaj kohe, njerëzit e lejojnë veten të keqpërdoren deri në atë mos, të manipulohen deri atë mos. Kam dëgjuar të thonë të drejtën, ti ke njëri serbise, a ki nonën serbe, lloj fyresh që prapë po e tham, dëbojnë me të keq pse nuk kemi arritur pak në një nivel më të lartë si shoqëri. Pse jemi kaq ekstrem të polarizuar. Pse krijohet kaq shumë kjo rrejtje pa asnjë lloj arsye. Jeni ndonjëherë i thyer, i shqetësuar lidhur me Jo për veten time. Gjendjen që ka ra shoqëria jonë është manipuluar për faktin që të akuzosh njerëzit që kanë çdo gjë, siç e përmenda në këtë rast familjen Demoku, edhe tash të akuzohen në këtë grup, në afërsi me listën serbe. Po unë kam parë, prapë e them, që ata njerëz, siç është ajo shprehja, fali se nuk din ç'a thonë. Fali se nuk din ç'a bojnë. Unë më vjen keq pse ne nuk po ecim përpara si shoqëri. Pse po keqpërdorim atë shumë. Unë personalisht kam kapacitete që ti kaloj me lehtësi individualisht këto. Unë vjen keq kur për shembull i dëgjojnë të afërmit tonë, prindë tonë. Për shembull e kam rastin familje gruaja Hoxhës që ju ka vrarë burrin e ka dëshmuar, 2 djemt i ka dëshmuar. Kur i dëgjon këto,
mund dhimë se në kjo kategori e njerëzve. Dhe më thonë që jetojnë me vujtët e tyre tërë këto vitet deri në fund të jetës, sepse nuk kompenzohen humbjet që i kanë pas asmaja. Dhe ata krejt ngushëllimin e gjejnë të liria e vendit, të shteti i Kosovës, të institucionet e vendit, se s'kan tjetër ngushëllim, sepse të dashur e ta nuk kthehen më. Dhe kur e shohin një qasje të tillë, se si bëhet ndaj atyre vlerave, ndaj asaj sakrifice, kjo të bën më një keq. Këtë e përjeton keq brenda vetvetes çdo njeri prej nesh. Dhe unë mendoj që në shoqërinë tonë, përveç dy shtresave të cilat e bëjnë politik në kuptimin pozitë e opozit, varësisht kush kudo që është, dhe ju mediat që angazhohen në këtë drejtim, unë mendoj që në shoqërinë tonë është e nevojshme një aktivizim shumë më i madh të gjitha kategorive tjera i intelektualëve të këtij vendi, në çfarëdo fushë që janë, që ti mbrojnë vlerat e tona të luftës. Ato nuk janë individuale, ato janë të gjithëve, me ato vlerë do të mishërohet çdo qytetar i këtij vendi, çdo shqiptar që ndin veten. Kjo do të ndodhë, dhe në këtë drejtim ne do të shumë a shumë të investojmë si shoqëri, sepse ne në këtë mënyrë do ta shëndoshim popullin tonë drejt së ardhmes dhe identitetit të tyre me atë që përfaqësojnë ata. Partia Demokratike e Kosovës është partia vetëm nga kampi i partive ish opozitare që nuk ka bashkëpunuar asë një ditë të vetme me lëvizjen vendvendose. Kur shohim pas 5-6 vite këtë, mendoni që ka qenë ky vendim i mosafrimit me vetvendosin i mirë apo i gabuar? Unë di që edhe disa kur të dëgjojnë këtë që po e them tani, do të vërshojnë ato, por nuk lodhem e nuk shqetësohem fare. Unë jam më së i bindur që politikat të cilat i ka bërë lëvizja vetvendose gjatë këtyre viteve nuk kanë qenë në interesin e shëndosh të Kosovës. Nuk kanë qenë në ecjen e saj drejt zhvillimit dhe integrimeve. Dhe realiteti e tregon qartë këto. Ne kemi pasur një ngecje të jashtëzakonshme në aspektin e integrimeve, ne kemi një ngecje totale, një bllokim total të zhvillimit ekonomik të vendit. Ne në raport edhe me fqinjet tonë kemi mbetur tepër mbrapa. Ne kemi një dallim ekstrem në mes të rritjes së çmimeve dhe pagave. Jeta e qytetarëve tonë është vështirësuar në mos të jashtëzakonshëm. Dhe kjo është një fakt, mëse i mjaftueshëm për ta kuptuar çdo njeri në familjen e tij se sot e ka shumë më vështirë të gjitha obligimet ditore t'i kryej më se sa para 4 apo 5 vite më parë. E që do duhej të ishte krejt e kundërta, sepse shoqëria shkon përpara, shkon duke u zhvilluar, duke prosperuar dhe jo të vështirësohet mirëqenia e qytetarëve tonë, si ka ndodhur. Zotë Domoko, si keni po, edhe herë për kthejnë pyetjes të marrë një përgjigje mos bashkëpunimi për asnjë ditë të vetme të Partisë Demokratike të Kosovës me lëvizjen vetvendose në nivel qendror. Ka qenë veprim i duhur apo jo? Mendoj që ka qenë plotësisht vendim i duhur dhe unë mendoj që bashkëpunimi me lëvizjen vetvendose, ose të them me Albin Kurtin se lëvizja vetvendose s'ekziston, është Albin Kurti ai që manipulon masat dhe janë grupe interesash të ndryshme disa që i shkojnë mbas tij të vetëdijshëm për të mbrojtur interesat e tij, e shumica janë të manipuluar, nuk mund të bashkëpunosh me të. E kaluara ka treguar që nuk mund të bashkëpunohet me të për interesa të vendit, sepse ai është një person i cili ndjek rrugën e tij. E rruga e tij, nëse nuk bëhet edhe rruga e tjerëve, nuk ka bashkëpunim. Ne e dim qëndrimit e tij prej momentit të parë që ka ardhur në skenën politike, ai gjithherë me qëndrimet e tij ka qenë kundër rrjedhës së kohës. Prej kohës së Rambujës i dim qëndrimet e tij, pastaj edhe kur është futur në skenën politike e dim zhvillimet e vitit 2004 e pastaj në vitin 2007 kundër pavarësisë,
me radhë, pra të gjitha veprimet e që, edhe unë më kam çka të shtoj asgjë më shumë. Vetëm që të bëhet një krahasim në mes asaj veprimeve dhe shprehjeve të Albin Kurtit në dekadën e fundit, çfarë i ka pas, dhe asaj të cilës dhe veprimeve të kohës së sotshme, dhe ato që e proklamon sot, demantuesi më i madh i Albin Kurtit të atëhershëm është Albin Kurti i sotshëm. Si do ta kishit përkufizuar këtë qeverisje 5 vjeçare, sepse 4 vite mandati rregull, 1 vit po shkon në qeverinë në detyrë, duke përjashtuar edhe pjesën tjetër bashkëqeverisjes me Lidhjen Demokratike, parafërsisht 6 vite është në qeverisje zoti Kurti. Si do ta kishit përkufizuar këtë qeverisje 6 vjeçare? Kjo është për të ardhur tepër keq për dëmet që janë shkaktuar vendit, sidomos në aspektin e zhvillimit ekonomik, sepse ekonomia ecë me hopa të jashtëzakonshëm sot, ka një konkurrencë të jashtëzakonshme në tregun ndërkombëtar dhe vendet krijojnë politika të fuqishme që të ecin me atë ritëm, që të mbijetojnë, ndërsa tek ne ka ndodhur e kundërta. Ne kemi pasur një regres të vazhdueshëm në këtë drejtim. Mua më dhimbset populli, sepse në fund të fundit e gjitha bie mbi korrës të popullit, të shoqërisë, të përditshmërisë së tyre të cilën e jetojnë. Më shumë se gjysma e popullatës, ose të them votuesve, e din këtë gjë, sepse më shumë ishin kundër politikave të Albin Kurtit. Edhe në zgjedhjet e kaluara ka qenë kështu, sepse partitë shqiptare të tjerat ne ishim me numër më të madh se sa ata që besonin në propagandën e Albin Kurtit. Por është për të ardhur keq, sepse ende një pjesë e shoqërisë ka nevojë që të reflektoj, por koha nuk na pret. Zoti Demoko, sot lëvizja vetëvendose ka postu, nuk e di, ja keni parë apo jo? Nuk e kam parë, të them të drejtën, ende pa tregu se s'kam pas kohë. Ka postuar një fotografi me listën e kandidatëve për deputet të lëvizjes vetëvendose. Në atë foto është vetëm fotografia e zotit Kurti, ndërsa të tjerët janë të gjithë numrat radhazi. A është bërë me qëllim të ngrej opinionin që të diskutohet kjo fotografi, apo është dhënë simbolika që zoti Kurti edhe ju vetë e thatë që zoti Kurti është vetë vetëvendosja? Për të ikur ballafaqimit me mos rezultatet e qeverisë, për ngecet e mëdha. Politika Albin Kurti është duke bërë veprime, e kam patur edhe para 2-3 dite një postim në media, që të zhvendos vëmendjen e qytetarëve në disa çështje të parëndësishme. Dhe këto gjuhen në publik qëllimisht që njerëzit t'i bojnë temë diskutimi, që të kaloj kjo koha e shkurtër e fushatës, që sa më pak edhe pikërisht është pas atij skandalit të WhatsApp-it që doli. Pikërisht tek ato pika do dal radhazi, që të ketë sa më pak hapësirë që njerëzit të njihen më përse afërme me të gjitha skandalet të cilat i kanë bërë gjatë qeverisë së tij, siç e dim, sidomos kjo pjesa që tash është bërë e njohur, mafia energjetike, e cila kjo në fund gjithçka e tregon me faturën që vjen qytetarëve e rrymës, po bëhet një organizim i jashtëzakonshëm mafioz, të cilat janë tani më të njohura edhe nëpër shumë studio televizive dhe të faktuara, edhe kemi tashmë edhe aktakuza për veprimet që kanë bërë kjo qeveri në atë drejtim për shtrejtimin e rrymës, në fund faturën e pagun qytetari i Kosovës. Gjatë 3-4 ditëve, gjatë javës së kaluar, ne kemi pasur disa shfaqje kështu banale të quaj, sikur ajo e kësaj këngëtares e Dona Valloshi, që fakt ajo fyrje për nivelin e shoqërisë. Ajo është. Po këtu bëhen qëllimisht për të marrë vëmendje që njerëzit të fokusohen aty dhe të ikin qëllimisht skandalet e mëdha të qeverisë së tyre që janë bërë. E njëjta gjë është edhe kjo, siç e thatë ju,
të ndërhyrjeve skandaloze për vendosjen e njerëzve me pozita publike. Zoti Demoko, për herë të dytë, Partia Demokratike e Kosovës hyn në garë me Bedri Hamzën. Cilat janë pritet e subjektit juaj politik për këtë zgjedhje, zgjedhjet e 28 dhjetor, dhe a do të arrini qëllimet që Bedri Hamza të jetë kryeminist i Republikës Kosovës? Dhe si? Unë po besoj shumë që mbas krejt këtyre viteve të një qeverisje të keqe dhe dështimeve, e sidomos të dështimit të qëllimshëm të krijimit të institucioneve gjatë këtyre 9 muajve nga pikërisht Albin Kurti, unë po besoj që do të ketë një reflektim shumë më të madh të shoqërisë, sepse kandidatura e Bedri Hamzës është një mundësi e artë për qytetarët e vendit, si një njeri, si një ekonomist shumë i dëshmuar në të kaluarën për veprime konkrete të cilat kanë pasur impakt pozitiv tek familjet tona, në jetën e qytetarëve tonë, në rritjen e pagave, në menaxhimin e inflacionit. Domethënë, janë çështje të cilat janë të provuara në kohën sa ishte ministër dhe ka treguar, domethënë, një rezultat të jashtëzakonshëm në këtë drejtim. Pikërisht në këtë pikë ka shoqëria jonë, që i duhet një njeri i cili merr veprime të duhura për ta ringjallur ekonominë tonë. E unë mendoj që Bedri Hamza është njeriu më i kualifikuar sot në skenën politike për këtë. Unë po besoj shumë që shumica e qytetarëve e din këtë, e kanë vrejt këtë dhe do të ecin në këtë drejtim në radhë të parë edhe për interesin e tyre familjar, e mos flasim për interesin e përgjithshëm. Si e keni po, apo cila është lista e Partisë Demokratike të Kosovës për këtë garë, ku në mesin e kësaj liste jeni edhe ju personalisht? Lista e Partisë Demokratike unë mendoj që është lista më e mirë, më e pasur, me figura shumë të shquara në shumë fusha, profesionalistë të fushave të ndryshëm, dhe elektorati i Partisë Demokratike ka mundësi zgjedhje shumë të mirë që të ketë një përfaqësim të jashtëzakonshëm nga Partia Demokratike në Parlamentin e Kosovës. Përpos kandidatët për kryeministër, listës për deputet, në zgjedhje është edhe platforma, oferta për qytetarën. Sa është e gatshme të qëndron besnike ndaj ofertës, ndaj qytetarët Partia Demokratike të Kosovës dhe ju si kandidat, deputet i arshëm i Kuvendit të Kosovës, që të zotoj për zotimet që ja bënë qytetarët? Partia Demokratike është plotësisht e përgjithshme dhe ofertën e saj, ajo është e analizuar, e studiuar dhe e mundshme për të realizuar. Pa kalu në për këto filtra, Bedri Hamza dhe Partia Demokratike nuk del për para qytetarit. Ju e dini që ai ka dhënë një zotim publik. Nëse brenda 6 muajve nuk realizohen premtimet e mia, unë do të largohem vetë në zgjedhjet e kaluara. Cili lider e ka thënë këtë në këtë mënyrë përpara publikut? Kjo është një lloj besës që të quajmë ne, me ata që ta dhajnë besimin ty, me votuesin, e jo me dhënë oferta megalomane, por oferta të kapshme, të realizueshme, të qëndrueshme, dhe unë kam besim të plot, sepse thash edhe më parë që Bedri Hamza është njeriu më i kualifikuar në skenën politike sa i përket këtyre çështjeve të cilat janë vitale sot për shoqërinë tonë. Zoti Demoko, faleminderit për kohën dhe opinionin e dhënë. Ju urojmë suksese me garën zgjedhore. Faleminderit juve. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.